Nëse kthehemi në ajetin që edhe e përmendet, Allahu Azza wa Jall e përmend çështjen e mundësisë si patjetër për secilin që ka mundësi, tha Allahu Azza wa Jall, për njerëzit është haxhi në Ka'ben e bekuar për ata të cilët kanë mundësi. Për çfarë mundësie bëhet fjalë? Bëhet fjalë për mundësinë financiare, por ata që i kanë kushtet, i ka mundësit. Ai që nuk i ka mundësit, edhe nuk e ka obligim, po gjithashtu edhe mundësia shëndetësore, ai i cili e ka shëndetin, e ka çështjen anën fizike, gjithashtu anën financiare, ekonomike, atij njeriu i bëhet obligim haxhi. Po nëse dikush nuk e ka shëndetin, nuk e ka mundësinë fizike, apo dikush e ka shëndetin, është mirë me gjitha aspektet tjera, mirë, po nuk ka mundësi që t'i ban pagesat, t'i mbulon harxhimet që ja kërkon haxhi, atëherë për atë njeri nuk është obligim haxhi. Megjithse kjo pak në një mënyrë, ajo që e dallon, tash nëse bëhet fjalë për një musliman i cili sigurisht e ka shahadetin, është musliman, mirë po, të jeton pa namaz asnjëherë nuk ka mundësi, muslimanët e falin namazin. Të jeton pa agjëruar asnjëherë, megjithse edhe agjërimi është me mundësi, mirë po, muslimanët agjërojnë. Edhe ai i cili është me arsye për të mos agjëruar, do t'i vi momenti që do ta kompenzon, do ta agjëron.